ata kërkojnë i hapin një çështje tjetër. Rama do të shpalli shkarkimin e Veliajt, Paku i çon me njerë dosjen në gjykat. Pra, të gjithë institucionet, të gjithë ingranazhet shtetërore janë bërë thjesht mekanizma që i binden urdhrit dhe jo ligjit. Çfarë nevoje ka Edi Rama Bushat që sot, duke si kur e gjithë kjo është përmbyllur, në takimin që ka zhvilluar, takim me dyert të mbyllura praktikisht, me ministra dhe deputetët socialistë të Tiranës, të saktësoj faktin që nuk e shkarkoi qeveria Erion Veliajin, por Këshillin Bashkiak, dhe ka kërkuar që të mos flitet për këtë çështje në media më, nga asnjë prej të pranishmëve, është një çështje e mbyllur. Po çfarë nevoje ka ta saktësoj këtë me së tive? Po sepse ai është qëndrimi zyrtar që mban poshtë një qëndrim që bie poshtë. Erion Veliajin e ka shkarkuar qeveria. Pra, pyesni çdo jurist unë e kam bërë, një kushtetutën e këtij vendi, kryeministri, personi i zgjedhur me votë popullore, personi me fuqi ekzekutive të madhe, nuk mund të jetë noter i një organi tjetër. Pra, nëse Rama edhe po ta votonte Këshilli Bashkiak, e votoi me votë të Ramës, me kërkesë të Ramës, Rama po të donte nuk e firmoste dhe çështja varrosej atje. Ne kemi për shembull kryebashkiak që janë shkarkuar me ligjin e dekriminalizimit. Ata nuk i ka firmosur Rama shkarkimin. Ku është e prerë që ti shkarkohesh, pra neni që është përdorur për Veliajin, ti shkarkohesh vetëm po e firmosi kryeministri. Dhe prandaj çështja duhet shkonte në gjykat kushtetuese pas ankimimit të Veliajit. Po këto janë lojra dhe që këto janë lojra e vërteton dhe fakti. Njeriu kur ka të drejtë, kur ka të drejtën me vete, i thot njerëzve të tij, shkoni dhe debatoni, mbrojeni këtë qëndrim në media. Jo, kjo çështje është e mbyllur dhe për këtë nuk flasim më. Sepse kjo tregon edhe faktin tjetër që Rama e di që është në mashtrim, nuk është në të drejtë në mbrojtjen juridike që